Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi, Programi i përbashkët me zhvillimet që te kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi. Po takohemi përsëri siç do të njëjtë për të diskutuar një temë me interes të përbashkët, kësaj radhe me një interes të veçantë për Republikën e Kosovës. Kemi zgjedhur sot të flasim për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të parakohshme në Kosovë, duke shtruar pyetjen e përgjithshme: a prodhuan zgjedhjet zgjidhje? Për të folur për këtë temë, unë Mirvete Uka në studion e Radio Kosovës kam ftuar profesorin Dritor Harifi. Profesor, faleminderit shumë dhe mirë se erdhën në studion. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Kalojmë linjën tek Jaho Margjeka në studion e Radio Tiranës, sa i ka të ftuar Ben Andonin, analist. Jaho, na dëgjoni? Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për ju të ftuarin tuaj, përshëndetje për kolegët në studiot e tjera dhe të ftuarit e tyre, për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin në këto momente. Siç thatë edhe ju, unë tani jam në studio me Ben Andonin, analistin e mirënjohur, të cilin e falenderoj për kontributin që do t'jap edhe sot si zakonisht në emisionin ton pa kufi. Ben, faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dhe është kënaqësi. Faleminderit. E falenderojmë edhe ne zotin Andoni dhe kalojmë linjën më njëherë tek Radio Shkupi te kolegu ynë Mehmet Ali Jusufi. Ai ka ftuar profesorin Demush Bajrami. Mehmet Ali, na dëgjoni? Përshëndetje Mirvete, përshëndesim që gjithë dëgjuesit që janë duke ndjekur për momentin, ashtu siç po mësove i ftuarin në Radio Shkup është profesori Demush Bajrami, profesor mirë se erdhe në Pakufi. Mirë se vjen juve dhe gjithë ata që jena dëgjojnë. Gjithandaj hapësirës tonë shqiptare. Jemi të privilegjuar që kemi sërish po Mirvete. Falenderojmë po ashtu edhe profesorin Bajrami dhe e prezantojmë edhe kronikën e përgatitur në studion e Malit të Zi në Podgoricë. Pra, Senat Gilaj, kolegu ynë atje, ka ftuar për të biseduar për këtë temë analistin Ismet Kallaba. Kronikën e realizuar nga kolegët në Podgoricë do ta transmetojmë ka mesi i këtij emisioni. Dhe do nisim bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me profesorin Dritor Harifi. Profesor, që në fillim kur prezantova temën e emisionit, shtrova një pyetje të përgjithshme: a prodhuan zgjedhjet zgjidhje, me që ishin të parakohshme dhe ishim nisë për një qëllim të saktuar, shkak u bë mosarritja e një marrëveshje të spektrit politik për të zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit. A prodhuan këto zgjidhje për një gjë të tillë, duke se rezultati është i përafërt me atë çfarë kishim më parë? Po në fakt është një ripërsëritje e shkurtit të vitit 2025, e dhjetorit të vitit 2025 dhe tash e qershorit të vitit 2026, pak a shumë minus plus disa mandate për disa partije, për disa më pak. Dhe një farë mënyre pra është një ripërsëritje e gjithë procesit që ka kaluar Kosova që gati që 2 vite, pra në dhjetor ban 2 vite kur qeveria në detyrë është që nga vitin dhjetorit të vitit 2024 dhe për fatkeq krejt diskursi publik që ka është edhe më po themi më e dhëmshme këtë kjo gjë është sepse këtë diskursi publik është fokusu vetëm në 2-3 institucione, pra askush nuk fol për zhvillim, për projekte, për cilësi, pra për cilësinë e jetës, pra dhe mirëqenia. Këto tema për fatkeq në diskursin publik kosovar nuk ekzistojnë apo nuk kanë peshë fare dhe kjo është dështimi i madh i elitës intelektuale, e cila servilosjen e ka bë si etik të punës dhe kjo është një problem jashtëzakonisht i madh në shoqërinë tonë, sepse elita politike normalisht që po e shfrytëzon krejt vakum dhe këtë mos interesim të qytetarëve për të servuar kinse problemi që ka të një apo 2 institucione. Dhe këto zgjidhje prodhuan të njëjtin efekt, pra një fitore vetëvendosës shumë e vërtet, por për fat keq llogaridhënie nuk ka pas. Pra për 6 vite nëse i masim premtimit që ka dhënë vetëvendosja në vitin 2021, thuaj se asnjëra nuk ka përfunduar si duhet, apo pjesa më e madhe s'kan filluar fare. Dhe nëse e bëjmë një analizë dhe një e masëm të gjithë me indikatorët e këtyre premtimeve, rezulton që nuk ka pas asnjë projekt, paktën një projekt, po themi mega projekt gjigant, që do ta transformonte mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Por kryeministri po thotë se nuk kemi premtuar projekte. Dhe as zhvillim. Punët e drejtësi. Është deklaruar kështu.
punë dhe drejtësi, Kosova besoj që ka punu edhe gjatë okupimit kemi punu, pra puna nuk ndalet asnjëherë, se njerëzit gjithmonë kanë me jetu, edhe drejtësi Kosova gjithmonë ka prodhu minus plus, nuk është që drejtësia në Kosovë polarizon dhe jemi vendi më i drejtë në botë, pra dhe kjo është relativisht shumë relative se çka thonë për raportet ndërkombëtare Kosovën, po e vendosin si vendi më të varfër. Inflacioni në prill ka qenë më i lartë në Ballkanin dhe në Evropë. Pra mesatarja e Evropës është 3.5, Kosova ka 7.5. Kjo tregon gjithçka, pra po flasëm për statistikat që kanë një kredibilitet ndërkombëtar, pavarësisht se ne sa mundohemi që t'i mbulojmë apo ti kamuflojmë dhe zbukurojmë. Dhe tash çështja konkrete është nuk është më a do ta bëjmë presidentin. Logjika e kryeministit prapë po shkon në të njëjtën gjë, që të drejtohet gishti kinse te opozita, por në fakt nuk ka një, po themi, një bisedë, një dialog përmbajtësor mes pozitës dhe opozitës që deri tani nuk ka asnjë takim dhe asnjë shenjë se do të ketë deri tash nuk ka, po për fatkeq nuk janë certifikuar rezultatet, por bisedimet do duhet të nisë. Po ato mund të nisin që me njerë, sepse minus plus dihet që vetëvendosja është partia e parë. Dhe nëse vetëvendosja ka synim me bëj një bashkëqeverisje, unë jam për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që edhe të bëhen institucionet, por atë kemi projekte zhvillimore, projekte konkrete për politika që dakordohemi, që janë të interesit nacional. Ne këtë nuk e kemi në agjendë. Për fatkeq pra vetëvendosja, sepse partia e parë po e merr përgjegjësinë dhe faktin po që ne jemi fituesi absolut, që është fakt, por edhe përgjegjësia i takon fituesit absolut, edhe kjo është fakt. Prandaj kur po vjen puna te për përgjegjësia, këta do të shërojmë me nda përgjegjësinë. Unë e kuptoj që partia e parë fituesi shumë e madhe, por nuk e ka pushtetin absolut për me vendos. Edhe opozita nuk i ka fitu numrat që për me vendos diçka tjetër mund të ta bllokoj, por me aq përqindje sa ka marrë, do duhet ketë edhe përgjegjësinë, por edhe kompetencë. Absolutisht po, por mendoj që vetëm zgjidhja e presidentit nuk i ndihmon Kosovës asgjë. Edhe nëse zgjidhet presidenti, kjo i bie që zoti Kurti është nuk po qeveris, ai po don të sundoj. Si pritni rrjedhën e procedurave në kuvend? Do të shkohet menjëherë pas konstituimit të kuvendit fillimisht me zgjedhjen e presidentit në mënyrë që të arrihet ajo prezenca 80 deputetëve spaku në raundin e tretë, por duke pasur parasysh arsyen e shkuarjes në zgjedhje. Logjikisht do duhet zgjidhur mbase problemi i parë, apo mund të ndodhe kundërta, të konstituohet kuvendi, të zgjedhet qeveria. Tash në 2 ditët e fundit pas numërimit të votave nga diaspora duket se edhe zërat janë ashpërsuar, sikur jemi akoma më larg një bashkëpunimi të mundshëm. Mbase janë arritur mundësitë për të marrë të gjitha votat e nevojshme për të zgjedhur një qeveri. Për qeveri janë votat, por unë prandaj thash, nuk është qëllimi vetëm me zgjedh qeverinë dhe kuvendin, sepse pa presidentin prap jemi në pikën e njëjtë siç kemi qenë prej shkurtit deri në dhjetor dhe pas dhjetorit. Logjika e shëndosh do ishte që të kemi një dialog ku cilat tema janë me interes nacional. Pra po flasim për ne kemi pa reforma serioze në shëndetësi, në arsim, në ekonomi, pra në këto 3 fusha do duhet jashtëzakonisht po vret që dhe ka mungesë të kapaciteteve njerëzore vetëvendosja. Prandaj mendoj që një azhurnim i qeverisë apo një riplotësim me një parti shqiptare vetëm do ta përmirësonte cilësinë e qeverisjes. Përndryshe, unë besoj që sepse ne njohim të gjithë tash aktorët e lojës, pra struktura e lojës thuajse është e njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë. Edhe deputetët janë pothuajse të njëjtë. Po, edhe nëse janë deputetë të njëjtë, shumica janë, por logjika është lojtarët kryesorë janë të njëjtë. Dhe kur lojtarët e njëjtë janë lojtarët e njëjtë, rezultati pak a shumë është i njëjtë. Që i bie nuk do të ketë marrëveshje, zoti Kurti do të intimidoj opozitën që do të shkojë pas konstituimit të kuvendit, do ta bëj qeverinë më njëherë që t'i bëj mandej presion qeverisë që ja vetëm një pozitë mbet dhe ju duhet ta votoni. Pra tash këtu i kemi. Do thotë ju nuk e shihni të mundur një marrëveshje paraprakisht për të zgjedhur presidentin dhe pastaj presidenti i zgjedhur të mandatoj kandidatin për kryeministër? Nuk po shoh klim. Mendoni se kjo do shkohet mandatarin do ta caktoj ushtruesja detyrës? Nuk po shoh klim bashkëpunimi dhe për dialog dhe për zgjidhje të problemit. Po shoh më shumë një frym të asaj që të ripërsëritjes së dhjetorit ku zoti Kurti do t'i bëj të dyja institucionet kryesore dhe presidentin do ta bëj një presion të madh te opozita që ja ju jeni fajtor që nuk po bëhet ky institucion, edhe nëse shkojmë në zgjedhje, pra
ai do të tentoj ta etiketoj opozitën për si bllokuese të mos konstruimit të gjitha institucioneve. Dhe këtu mendoj që opozita duhet të tregohet, po them politikisht, më e ashpër, më aktive dhe që ta ketë një ofanziv që ta bie për aktit të krym, që ne bisedojna vetëm për bashkëqeverisje të trija institucione, pra një marrëveshje gjithëpërfshirëse për shkak të interesave nacionale, sepse Kosova duhet të jetë në trenin e integrimeve evropiane. Ne nuk kemi askund, as nuk bisedojnë askush për Kosovën, po ashtu edhe për NATO, edhe SBA na tregoi që as nuk kemi në agjendë të NATO-s për t'u antarësuar. Normalisht që zoti Rubio e tha që nuk po them që kur, por e tha për momentin nuk kemi. Kjo është mesazh i qartë edhe për Kosovën, edhe për partnerët tanë, që Kosova nuk e ka përkrajën e SBA-ve. Cili do kryeministër që mendon, apo parti në pushtet, mendon që ne mund të antarësohemi në NATO, pa e thoni po të madhe SBA-ja, atëherë është naiv, ose e bën qëllimshëm ose të dyja të bashkë. Një tjetër alternativë për të antarësuar në NATO apo në Bashkimin Evropian nuk ka nëse nuk e ke mbështetjen e fuqive të mëdha. Kur po thoni se duhet t'i vënë kushte, të flasin, të kërkojnë, mu kujtua një përgjigje apo si thua një status më shumë politika po bëhet përmes rrjeteve sociale fatkeqësisht e një deputete të zgjedhur dje kur i tha dikujt nga partitë e ish opozitës, po kush po jufton se? Është e pak rëndësi çka thonë deputet e pushtetit, është A nuk janë zëri i kreut? Unë mendoj që partitë opozitare shqiptare nuk duhet të merreshin me thashëthëmet e partisë të pushtet, por duhet të jenë konkret në platformën e tyre politike. Çka ofrojnë, për çka çndrojnë dhe cilat janë premtimet e tyre dhe për cilat tema do të mund të bashkëpunonin dhe për cilat tema do të mund të tërhiqeshin nga bashkëpunimi me vetvendosjen. Një ndër temat e rëndësishme është gazi amerikan këto ditë. Po ajo hyn në sektorin. Mendoni se do të jetë një ndër kushtet? Po, sepse ajo hyn në sektorin e ekonomisë. Prandaj përmend ekonominë. Dhe jo vetëm. Ajo nuk është vetëm çështje gjeopolitike dhe sigurisë që as nuk diskutohet se është, por esenca për Kosovën është edhe zhvillimi. Pra ne për këto 6 vite nuk kemi të ndërtuar termocentral të ri, që ka qenë i planifikuar, por nuk është bë. Për shembull, Republika Çeke ka bë për 4 vjet një termocentral, ne nuk e kemi filluar, as nuk ka studim të fizibilitetit, i kemi larguar njërin nga investitorët e mundshëm, pikërisht partia në pushtet. Nuk kemi shumë diversifikim të energjisë, gati 1 miliard për këto 6 vite janë dhënë vetëm për blerje të energjisë, pra një dështim total në këtë sektor. Prandaj mendoj që do duhej shumë mirë të analizonim çështjen e gazit, nuk ka vetëm çështja e gazit amerikan, por duhet të shihet si alternativë. Ajo është vlerë shtuar, pra e kemi thëngjillin, e kemi energjinë e ripërtishme dhe po ashtu edhe gazin amerikan. Por zoti Kurti tha se ka një ide më të mirë se amerikanët, por ti lëm radhën edhe Benandonit në Tiranë, ndoshta edhe ai do të na jap mendimin e tij. Jaho, faleminderit shumë i nderuar. Po, faleminderit mirë vete. Pikërisht me Benandonin tani do të vazhdojmë këtu në Radio Tirana dhe do t'i shtroj atë pyetje që i drejtuat edhe ju mirë vete të ftorit tuaj në fillim. Aprovuan këto zgjedhje e fundit parakohshme në Kosovë zgjidhje? Po, në fakt, më do më pëlqente më shumë të vazhdoja idenë e zotit Latifi, por jo do të disiplinohem dhe do të përgjigjem juve. Jo nuk besoj se sollon diçka të madhe. Produkti vetëm në mendimin tim ishte që i tregoj tashmë klasës politike Kosovës që qytetari kosovar është i lodhur me ta. Ashtu si dhe në Shqipëri, është gati e njëjta situatë. Ne kemi një ngjashmëri shumë të madhe të antropologjisë politike, them, dhe më ka bërë përshtypje personalisht që në zgjedhjet e fundit në Kosovë dhe në Shqipëri votojnë më pak se 50% e njerëzve, ndërsa këtëherë kemi pasur gati një rezultat rekord, gati 30% dhe besoj ky është produkti kryesor. Pa dashur të përsëris argumentat shumë logjik të zotit Latifi. Arifi, më fal. Shqetësimi im shumë i madh është që një pjesë tashmë e klasës politike të Kosovës nuk janë të vetëdijshëm në nënvetdijen e tyre që Kosova është vend i pavarur. Duke qenë vend i pavarur, duhet të dalin në shumë momente për ta lexuar kushtetutën, jo thjesht si dokument, por shumë më tepër, si një dokument sublim për të cilin duhet të mundsojnë zhvillimin e Kosovës. Me çfarë shikoj personalisht, nuk ka predispozit nga
vetëvendosja për pjesën e shtetëformimit të Kosovës, ndërkohë që mekanizmat bllokues që kanë në dorë opozita funksionojnë jashtëzakonisht mirë për ta për të bllokuar, por nga ana tjetër edhe për t'i bërë të dyja këto forca politike, po heq për një moment AK-n, për çka se AK-ja ka pasur rritje, që të arrijen balancat e duhur. Por përveç produktit këtë herë të mungesës publike të përfaqësimit, domethënë të njerëzve që votuan, po mendoj diçka tjetër shumë e madhe ishte që tashmë vetëvendosja si është bërë e qartë që nuk mund të drejtojë më e vetme, pa u futur në koalicion me njërë nga dy partitë e tjera, pa pasur një mirëkuptim më të madh. Unë besoj që Kosova përsëri do shkojë në krizë. Po do jetë e detyruar që ta bëj. Në qoftë se nuk duan të futen në... Me cilën do të mundej? Me PDK-n apo me LDK-n? Me PDK-n me duket se janë goxha larg. Shikone. Politikisht. Zoti Arifi mund ta shpjegojë më mirë se unë këtë, por muaj më përpara, kur ishte zoti Krasniqi, pati lëvizje nga PDK-ja brenda për ta bërë këtë lidhje me vetëvendosjen. Ndërkohë që tani me çfarë shikoj ka lëvizje nga ana e LDK-s për t'u ofruar me vetëvendosjen. Dhe duket që ajo pjesa e pushtetit i miklon tash të dyja partitë kryesore në opozit për të gjetur veten atje. Ka diçka në ekuacion që është pjesa e presidentit, po mendoj që të paktën në pjesën e PDK-s mund të gjenerohen personazhe të cilët mund t'i shërbejnë këtij posti, paçka se personalisht besoj që mund t'i drejtoheshin shumë mirë shoqërisë civile dhe sidomos intelektualëve kosovar, individëve të cilët nuk janë afër partive, por me çfarë shikoj në mentalitetin politik në Kosovë, në pjesën që tashmë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri nuk kam autoritet moral. Kur them autoritet moral, them që këtë mund ta bënte shumë mirë akademitë respektive të shkencave. Këtë mund ta bënte për shembull kleri. Këtë mund ta bënin personalitetet të jashtëzakonshëm. Ne këta më vjen keq që t'i them, as në Shqipëri as në Kosovë nuk ekzistojnë, ose politika e minimizon kaq shumë forcën e tyre sa që është e pamundur që këta të shërbejnë. Prandaj në ditët në vazhdim derisa të konstituohet parlamenti, unë besoj që do dëgjojmë shumë matrica se si mund të jetë e ardhmja e Kosovës. Një prej tyre, Ben, nëse nuk do t'jetë që tani të ndahen gjërat edhe për qeverisjen edhe për presidentin, a beson në të tjerat matrica? Nëse nuk zgjidhet në thonjza, po i them që tani ajo çfarë çoi së fundi në zgjedhjet e fundit Kosovën edhe një herë tek kutitë e votimit. Ky është diskutim shumë i ngushtë për pjesën zgjedhore. Një diskutim shumë i madh, unë besoj që i shërben asaj logjikës që përdori pak më parë zoti Arifi për sa i përket diversifikimit të energjisë. Ne dimë që tashmë në presidencën e zotit Trump, dominimi energjetik është gati në doktrinën strategjike të politikës jashtme amerikane. Dhe duke pasur parasysh tani zhvillimet që do ketë në këto kohë në Vlorë, për kujtesën e publikut kosovar, duhet të them që në Kosovë, në gjirin e Vlorës, ne kemi 2 tece lundruese, po kemi dhe një tec tjetër inaktiv, që në ditët në vazhdim po mundohen që të kemi investime amerikane, dhe duket që Kosova do ta shfrytëzojë nga Shqipëria, por nga ana tjetër vetë Kosovës i është kërkuar që të ketë aksesin e vet në gazin e lëngshëm. Të gjithë këtë e bën klasën, sidomos klasën politike kosovare, të kuptoj zhvillimet e botës. Dhe një nga zhvillimet kryesore ne dim që është largimi forcave, reduktimi forcave amerikane, dhe jo më kot një nga zyrtarët më të lartë të NATO-s ka qenë dhe në Beograd në kohë, me sa duket edhe për të bërë një lloj presioni, po edhe për të marrë garanci për Kosovën. Ndërkohë që ky diskutim fare i vogël që bëjmë ne për këto pjesën e numrave është shumë i vogël për sa i përket të ardhmes Kosovës. Kosova ka nevojë për energji. Këto numra do dërguan 3 herë në zgjedhje brenda një viti gjysmë Kosovën. Të lutem.
keni parasysh diçka. Forca e brendshme që vjen nga poshtë, dhe unë besoj edhe në Kosovë do ndodhi ajo që ndodhi në Tiranë me pjesën gri. Besoj që një moment për shkak të problemeve të energjisë, për shkak të problemeve politike ka për të prevaluar. Më vjen keq që kjo klasë politike në Kosovë nuk po arrin ta kuptoj akoma. Më vjen keq që zoti Kurti u mbet kohë më shumë me silogjizma se sa realisht me koncepte reale se si mund të ndërtohet shteti i Kosovës. Në këtë sens po them që Kosovën e presin sfida shumë të mëdha dhe duhet arrin të kuptojnë që këto gjërat e vogla tashmë përzgjidhen të vogla në thonjza që përzgjidhen e presidentit dhe tjera janë shumë më të vogla se sa përpjekja për mbijetesën e shtetit Kosovës. Mbijetesa e shtetit Kosovës tashmë është gati imediate. Në përfytyrimin tim, në qoftë se në Kosovë do të vazhdohet kështu, Kosova do ngelet një lloj të themi, nuk është e ngjashme me Tajvanin, po duhet përdor një lloj simbolike, do ngeli një lloj Tajvani në Ballkan. Dhe këtë duhet ta kuptojnë politikanët kosovarë, këtë duhet ta kuptojnë sidomos institucionet të cilat bëjnë dhe që nuk arrin ta bëjnë dot këtë check and balance në Kosovë. Mirë, faleminderit Ben për këtë pjesë, për këtë analizë të pjesës parë të emisionit. E kalojmë të kolegët, mirë vete, mikrofonin dhe rikthehemi. Po ja, falenderojmë edhe ne zotin Andoni dhe kalojmë linjën tani në Shkup me medalju me të ftuarin e tij, profesorin Bajrami. Me medalje. Po, mirë vete, falemderit. Vazhdojmë diskutimin këtu në Radio Shkup. Të vërtet, në base edhe ne duhet të përsërisim njëjtën gjë që u thanë Kosovë dhe në Tiranë për efektin e këtyre zgjedhjeve dhe në base edhe një pyetje filozofike çfarë duhet bërë. Në Tiranë u shtrua mbase edhe çështjet e brendshme të Kosovës vizavi të ndryshimeve gjeostrategjike që lëvizin si thuaç me shpejtësi zakonisht madhe, nuk janë duhet të anticipuar proceset çka më tej. Profesor, si sheh këto zhvillime që janë duke ndodhur, sepse në Tiranë kemi në fakt disa zhvillime, ka gjasa që mund të thuhet edhe për Kosovë se jemi mjaft më nga kjo klasë politike që nuk arrin të gjejë zgjidhje. Unë të thosha mesazhi që u përçua, pra mesazhi më i rëndësishëm këtë rast nuk erdhi nga partia që fitoi, por nga ata që refuzuan të votonin. Pra kjo pjesëmarrje historikisht e ulët në 37 sa pak %, kështu ishte ndoshta ajo shuplaka e hapur për të gjithë spektrin politik. Pra qytetarët do të thosha treguan jo vetëm lodhjen elektorale, por me këtë rast përtej kësaj përçuan edhe një mesazh se mjaft me një mënyrë me këtë teatr këtyre bllokadave të njëpasnjëshme dhe dërgimin e vendit sa herë që një partie politike për shembull ose edhe të gjitha partive politike po them sa herë që ato nuk arrin të merren vesh për poste siç ishte rasti për shembull konkret me dështimin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes pas përfundimit të mandatit Vjosa Osmanit. Pra, këto zgjedhjet 7 qershorit 2026 në Kosovë la një shije të hidhur, ndoshta për faktin se këtu ndodhi një getoizim, do të thosha, një ngujim institucional rreth zgjedhjes së presidentit të ri, dhe këto në vetvete lanë të kuptohet shumë shkat për të çojnë shumë mesazhe. Sovrani lexoi mirë këto mesazhe, tash është koha dhe radha e domosdoshme, patjetërsueshme filozofikisht nëse doni zoti me medali, që t'i lexojnë mirë partitë politike, të dalin prej kësaj situate, të reflektojnë, sepse vetëm duke lexuar mesazhin dhe duke reflektuar mund të japin Kosovës shumë çka. Pra, atë që është kryesorja institucionet, sepse Kosovën e presim punë më të mëdha se kaq. Shiko, sa herë që ne vim situatat këtilla, nuk mund të shohemi nivelin e asaj që të bëhemi si lypsari për lëmosh. Nëse deri tani nuk kanë funksionuar modelet që i provuam këto 3 par zgjedhjet, i quaj
parakohshme në Kosovë që u mbajtën, atëherë let vlej diçka nga e kaluar, do me thënë let merret një mësim nga e kaluar, sepse kishte modele, nëse këto modele në fakt që edhe nuk ishin modele, nuk ishin mënyrat më të mira të bisedave që u bën, më shumë improvizime, që ishin në 4 sy, biseda që ishin larg atyre kërkesave reale që dhe i dëshmoi sovrani ato, të marrin modele deri dje që kanë funksionuar në Kosovë, sepse Kosova po me të njëjtën kushtetut, po me rezultate parapërsisht njëjta zgjedhore kishte bë institucionet kaluar. Dhe atëherë nuk dhezi kjo, pa hajtë shikojmë të provojmë edhe një herë të rikthejmë skenë, po të njëjtit skenar, dhe unë mendoj dhe besoj se do të duhet të ecin, nëse ndryshe do të vendos ose do të lexohet ndryshe ke rezultat, atëherë do të vazhdojmë pa kufi, sepse askush nuk mund ta ndaloj që të shkohet përsëri në zgjedhje nëse nuk arrihet një marrëveshje për të cilën unë po flas, sepse jo rastisht e thash edhe në fillim se mesazhi më i rëndësishëm nuk erdhi nga partia në këtë rast që fitoi, por nga ata që refuzuan të dalin në kutitë e votimit. Profesor, u tha shumë gjë qartë, domethënë nëse ne nuk jemi të përgatitur që të krijojmë një shtetërtim, një Kosovë më të fortë vis-a-vis problemeve të shumta që dalin, domethënë ne nuk e dim se nesër çfarë mund të, sepse edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha nuk e kanë pritur gjitha ato proteste që kërkojnë nga gjitha ajo klasë që na lodhi të rreth disa vite, që edhe në Ballkan është një rreth vicios që si thua prodhon energji negative dhe që nuk është si thua një sinjal atë që kërkojnë rinia, ato sfidat me cilën përballohen përditshmëri, për shembull përmend në Kosovë, në Shqipëri se faktori ekonomik është ajo që i determinon si të krijohet një paradigmë e cila do të arrijë ta detektoj si thua problemin nesër, sepse pak a shumë këto që ndodhin mund t'i lexojmë. Do thënë këto zgjedhje nuk prodhuan, zgjedhje mund të shkohet të përsëriten njëjtat disa herë, por unë një rastisht shtrova pyetjen filozofike dhe sërish them, çka më tej, a jemi të gatshëm si shtete, domethënë të kuptojmë realitetin i cili ndryshon, do themi në aspektin shkencor, e lam inteligjencën artificiale për inteligjencën artificiale të përgjithshme dhe ka ndryshime të mëdha në këtë, se si ne do t'i përballojmë këta sfida, rinia në këto vende tona, si do t'i përballojë këta sfidat e ardhshme, nëse ne nuk arrijmë të gjejmë kompromiset që kërkohen politik. Kjo nuk e kuptoj. Shiko, duke u pajtuar me 2 bashkëbiseduesit në 2 studiot tona të respektuara, në Tiranë dhe Prishtinë, mbase duket shumë e qartë dhe unë jo rastisht e thash atë mesazhin e sovranit se pra kjo është ajo qartësia që mund ta prodhoj vetë kjo klasë politike për aq kohë sa i ka mbetur. Kur them për aq kohë sa i ka mbetur, pra i ka mbetur kohë që Kosovës për shembull t'i rikthehet ajo që ka qenë traditë e koalicioneve. Pra nuk mund, po shihet se një parti e vetme nuk mund shkoj ta monopolizoj gjithë pushtetin, nuk mund ta unifikoj vetëm për vete këtë qëndrim. Prandaj kjo është mbase e nevojshme, po do të thosha dhe imponuese për kohën, sepse nuk mund të betonohemi brenda këtyre istikameve që po e bëjnë partitë politike dhe më shumë duke hedhur gzhojat njëri tjetrit, duke u marrë me politikën ditore atje, duke përdor dhomat e Jehonës, duke përbor bocat, duke përdor gjithçka tjetër, do të thosha, këto janë robot komunikimi që po i përmend unë, pra këto dhomat e Jehonës duke mundu të izolojnë intelektualin dhe një zë, qoftë edhe ai zëri i vetmuar, po them Kosovë, po tash i tregoj se nuk ka një zë unifikues, nuk mund gjithë një akademik, njëri pavarur nga partitë politike. Atë e tha kolegu Andoni, spikati jashtëzakonisht bukur, dhe kjo është fjalia tepër respektuar, do të thosha unë, sepse në këtë duhet të ndalojnë gjithë, duhet të shikojnë nga Kosova, duhet të shikojnë nga perspektiva, duhet të shikojnë nga ardhmja e Kosovës. Ky popull pret institucionet, pret konsolidimin, sepse Kosova ka punë më të mëdha se sa tash të bëhet çdo ditë në Tripoli zgjedhje, të bëhet tema
e konsolidimit institucional. Unë thash, nëse u provuan këto modele që në fakt nuk ishin modele, tash hajti kthehemi asaj, jam tonë që ishte periudhe koalicioneve, kur rrethanat ishin edhe më të ashpërsuara, kur ishin edhe më të larguara, do të thosha. Kishim dy ekstreme, krahi luftës me ai paqe, Ibrahim Rugova, Hashim Thaçi, kishte kompromis. Tash shihet se në atë kohë dominoi interesi i Kosovë, në atë kohë dominoi interesi për ta bërë shtetin, për ta bërë Kosovën. Dhe tash si duket njerëzit po e harrojnë sepse nuk duat përsëritem me zotin Andoni, se aq i bukur e bëri ai dhe të mos e prish edhe stilistikën edhe të gjithat figurativitet të drejt për drejt që përçojnë mesazhin e tij. Prandaj gjithë ata që kanë bërë diçka në jetën e tyre, që kanë menduar për Kosovën, pa dashur përmend emra të mëdhaj edhe të amerikanëve edhe të gjithë atyre që kanë bërë perëndimin dhe që kanë bërë shtetet e tyre, gjithë literaturën që ne e kemi absorbuar, e kemi ngrënë thjesht atë literaturë, jemi bërë literaturën ngrënës të gjitha këtyre temave dhe të gjitha këtyre teoremave politike, pa e ti fusim njerë në zbatim dhe njerë të shohim Kosovën, njerë të shohim të sovran, njerë të shohim atë që e pret Kosovën të bëhet më mira për Kosovën. Dhe unë këtu besoj se ka forca, ka energji, por mungon një diçka, mungon një generator, mungon një katalizator që do të prodhoj, si thoshte Debora, teorinë e nxitjes. Pra diçka që t'i nxjisë ta njerëz brenda dhe të lëvizin thjesht, pra t'i dhezin këta motor dhe të kërkojnë zgjidhje. Zgjidhje ka, mundësi ka, vullneti duhet. Edhe shembull dhe modele kemi nga e kaluara. Kemi modele. Kemi edhe nga modelet tona shumë të mira. Se me këtë kushtetut janë bërë, me këto ligje janë bërë, me këto gjykata janë bërë, me gjithë shka do me thënë që sot funksionon në Kosovë rezultati kësaj kohe. Prandaj unë mendoj se humbja e kësaj kohe nuk është vetëm retorik, po është diçka që tepër imediate që Kosovës i duhet në këtë moment. Kosovës i duhet që politika t'i kthehet vetvetes, që ta shikoj Kosovën dhe jo të shikoj akcilet partijake thjesht, mos mbyllen brenda këtyre akcileve dhe të shikojnë këto kauzat e ngushta që në fundit edhe nuk janë kauza për aq sa duket se Kosova po bën numëron. Kapriçe politike. Pa aty është problemi, prandaj këtë do të thosha. Po, mirë vetë. Faleminderit shumë profesor dhe tani do ta transmetojmë kronikën e përgatitur nga kolegu ynë Senad Gilaj, i cili ka biseduar me analistin Ismet Kallaba. Përshëndetje të nderuar dëgjues, kudo që na ndiqni në emisionin Pa Kufi, hapësirë përbashkët radiofonike që bashkon valët e Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Shkupit, duke sjellë tema ngjarje dhe diskutime që prekin shqiptarët kudo që jetojnë. Ju falenderojmë që jeni me ne edhe në këtë edicion, në të cilin do të ndalemi të një nga zhvillimet më të rëndësishme politikën e Kosovë, zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe rezultatet e tyre. Çfarë mesazhi kanë përcjellë qytetarët me votën e tyre dhe nëse do të sjellin këto zgjedhje një konfigurim të ri politik dhe çfarë mund të pritën në procesin e formimit të institucioneve. Për të analizuar këto çështje, në studio kemi kënaqësinë të mirëpresim njohësin e proceseve politike Ismet Kallabën, analistin e gazetarin, njëkohësisht edhe kryeredaktorin e të vetmës së përjashme të gazetës Koha Javore në gjuhën shqipe në Maldëzi. Zoti Kallaba, ju falenderojmë që jeni pjesë e emisionit Pa Kufi dhe mirë se erdhët në valët tona të përbashkëta. Po, përshëndetje për ju në studio dhe të gjithë dëgjuesit e emisionit Pa Kufi. Zoti Kallaba, si i vlerësoni këto zgjedhje dhe zhvillimet politike pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë? Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë kanë treguar se ato kanë qenë fare të panevojshme. E them këtë sepse ato nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim të madh dhe nuk kanë prodhuar zgjidhje. Me ndonjë ndryshim të vogël kemi pak a shumë të njëjtin raport sa i përket pozitës dhe opozitës apo të vetë partive politike dhe ndoshta përgjigjen më të mirë ndaj papërgjegjësisë së politikës në Kosovë e kanë dhënë votuesit. E kam fjalën për atë pjesë të votuesve të cilët nuk kanë dalë në këto zgjedhje, pra nuk kanë votuar, duke treguar dinjitet dhe në një farë mënyrë edhe i kanë dhënë leksion politikës kosovare, konkretisht politikanëve në Kosovë, që të mos e trajtojnë votuesin thjesht si numër. Në anën tjetër, nëse vlerësojmë vetë procesin zgjedhor, duhet të themi se Kosova ka dëshmuar edhe në zgjedhjet e fundit kulturë të lartë demokratike dhe se tashmë renditet ndër vendet më demokratike, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë dhe botë kur bëhet fjalë për organizimin e zgjedhjeve.
Zgjedhjet janë gjithmonë një moment i rëndësishëm për demokracinë, pasi ato janë vetëm përcaktojnë përfaqësuesit e qytetarëve, por edhe japin një pasqyrë të pritshmërive, shqetësimeve dhe aspiratave të shoqërisë. Mbetet të shihet se si do të përkthehet vullneti i qytetarëve në proceset politike dhe institucionale që do të pasojnë në Kosovë. Prandaj, çka mendoni, si do të reflektojnë këto rezultate në Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mundësitë për krijimin e shumicës parlamentare dhe sa realiste janë skenaret për koalicionet e reja politike? E thash edhe më parë që këto zgjedhje nuk kanë prodhuar zgjidhje. Ne kemi sërish një pat pozicion, siç quhet në lojën e shahut, të partive politike, një ngërç politik që mund të zgjidhet vetëm me marrëveshje politike. Prandaj unë besoj se politika në Kosovë e ka kuptuar më në fund që ngërçi politik dhe kriza institucionale mund të zgjidhet vetëm me marrëveshje, duke bashkëpunuar në të mirë të Kosovës. Të gjitha partitë politike parlamentare duhen të ngrihen mbi interesat e tyre partijake. Përndryshe, nëse vazhdojnë me avazin e vjetër, kjo nuk do t'i shpije askund. Por unë besoj se më në fund klasa politike aktuale në Kosovë ka kuptuar rolin dhe përgjegjësinë e saj. Dhe për këtë qëllim do të jetë i domosdoshëm krijimi i një koalicioni paszgjedhor. Mendoj se shenjat e para në këtë drejtim tashmë i kemi, apo janë dhënë nga disa aktor politik apo nga disa politikanë të forcave të ndryshme politike, dhe unë besoj se Kosova pas këtyre zgjedhjeve do të krijojë institucione funksionale, pra do të kemi një kuvend, qeveri dhe presidencë me mandat të plot kushtetues. Ajo që dua të nënvizoj me këtë rast është fakti se mendoj që ka ardhur koha për ndryshime kushtetuese në Kosovë. Përvoja në të kaluar dhe sidomos kjo e fundit ka treguar për dobësitë e zgjidhjeve të kushtetutës së Kosovës, me qëllim apo jo kushtetuta e Kosovës e bën atë një shtet jo funksional sipas mendimit tim. Prandaj mendoj se ndryshimet kushtetuese, dhe këtu kam parasysh në radhë të parë mënyrën e zgjedhjes së presidentit dhe raportit ndërmjet kuvendit dhe presidentit e bën këtë të domosdoshme. Përndryshe, krizat institucionale si kjo e fundit mund të shndrohen në një dukuri, gjë që nuk i shërben as Kosovës, as qytetarëve të saj. Zotëri Ismet, ju falenderojmë për kohën, analizat dhe vlerësimet që ndat me dëgjuesit tonë në këtë edicion të emisionit Pa Kufi. Ju falenderoj për bisedën. Ishte kënaqësi. Të nderuar dëgjues, ky ishte diskutimi ynë për zhvillimet e fundit politike në Kosovë dhe sfidat që pritën në procesin e formimit të institucioneve të reja. Ju falenderojmë për vëmendje dhe besnikërinë tuaj ndaj këtij programi të përbashkët të 4 serviseve publike në Tiranë, Prishtinë, Shkup e Podgoricë. Nga Podgorica për Pa Kufi, Senat Gilaj. Edhe ne këtu nga Studia Radio Kosovës se falenderojmë analistin Ismet Kallaba për opinionet e tij lidhur me këtë temë dhe po ashtu edhe kolegun ton Senat Gilaj. Dhe i kthehemi bisedës këtu në studion e Radio Kosovës me profesorin Dritro Arifi. Profesor, në raportin për Kosovën që u miratua dje me vot në Parlamentin Evropian, thuhet se korrupsioni njihet si aspekti më shqetësues në Kosovë dhe si një problem sistemik. Ne po flasim për numra, sikur u tha gjithkohën, dhe që është e vërtetë gjatë gjithë fushatës nuk është se kemi dëgjuar shumë të flitet për program, sikur edhe opinioni e ka pranuar një gjë të tillë të diskutohet vazhdimisht për numra, ndërkohë që koha po kalon dhe për sa kohë nuk kemi kuvend, nuk ka as llogaridhënie. Nëse nuk do arrihet një marrëveshje mes partisë që ka fituar shumicën e votave dhe ndonjërit nga liderët, ndonjëherë nga partitë ish opozitare për të formuar bashkë institucionet dhe jo vetëm qeverinë, por të kenë numrat edhe për të zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit, dhe partia fituese mund të konstituojë kuvendin edhe të zgjedhë qeverinë për të na dërguar në zgjedhje edhe një herë në vjesht të këtij viti. Ku e çon kjo Kosovën, duke pasur parasysh edhe thirrjet e ambasadës amerikane lidhur me gazin dhe pozitën tonë strategjike, po ashtu edhe vrejtje që u bën edhe nga odat ekonomike për rëndësinë e këtij gazi në aspektin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, po edhe gjendjen jo të mirë të qytetarëve të Kosovës sa i përket ekonomisë së tyre dhe të ardhurave personale përfshirë inflacionin si dukuri e veçantë. Po, është një fakt që përmend edhe në Tiranë edhe në Shkup çështja e kompromisit, traditës, kulturës, por ne nuk duhet të harrojmë që në Rambuje ka pas një koalicion të madh shqiptar, një kompromis të madh që
të nënshkruhet marrëveshja Ramboesi, dim specifikat, rrethonat e luftës e kështu me radhë. Mos të harrojmë personi që sot kryeministër e ka refuzuar. Ka qenë kundër asaj. Pra historia na ka dhënë shumë mësime të mira. Për fatkeq qytetari nuk i ka lexuar mirë. Po ashtu edhe pako e Atisarit, janë vrarë 2 djemë të ri për shkak të një partie sot që në pushtet. Dhe që ajo pako e Atisarit, sot e kemi pavarësinë edhe këtë kushtetut që po e kritikojmë kaq shumë. A duhet të kërkohet falje? Kjo është normalisht do duhej, por ajo kërkon një etik të madhe njerëzore. Prandaj thash për fatkeq që nuk e kemi. Duhet të jemi më drejt për drejt, nuk mund të presim më sepse kemi humbur shumë kohë. Dhe kjo humbja e kohës ka me pas pasoja jo vetëm politike, geopolitike, se ato veç i kemi marrë, po besoj. Problemi është edhe te mos zhvillimi. E mos zhvillimi e varfron një popull, dhe zakonisht lindja e mesme i ka pas to probleme. Varfrimi i popullit dhe mos emancipimi i shoqërisë nuk ka kërkesa. Shikoni, e përmendur shumë mirë, pse s'ka pasur kërkesa. Pra pavarësisht që qytetarët kanë abstenu, po s'kan kërkesa, nuk ka llogaridhënie. Pra parlamenti vetvendosja ka pas edhe parlamentin 2021-2025, por nuk ka prodhuar asgjë. Pra kjo është problematika ku leadershipi i një partisë më të madhe në pushtet vendos për këtë diskurs që të flitet vetëm për numra, dhe për fatkeq që edhe partitë opozitare kanë rënë në kurthin e njëjtë. Unë nuk pres ndryshim të diskursit apo të drejtimit të Kosovës, ne po shkojmë në të njëjtin drejtim siç kemi qenë në shkurt të vitit të kaluar. Pra nuk po shoh zgjidhje sepse nuk po ka vullnet për ta rregulluar. Nuk është që jemi në gjendje lufte, pra unë prandaj përmenda këto sekuenca historike që kanë qenë shumë delikate. Mos harrojmë koalicioni i madh 2021-ën, Ibrahim Rogova, alianca 2001-ën me aliancën dhe me Partinë Demokratike, mandej 2004-ën Lidhja Demokratike. Çdo herë ka pasur koalicion, asnjëherë vetëm një parti në vallëtheshur në Kosovë. Pikërisht për ta mos ta bllokuar procesin e shtetëndërtimit, të formimit dhe zhvillimit dhe për të lëvizur tutja. Dhe shikoni sot ku jemi. Ne kemi shpall shtetin, por tash ky shtet kërkon angazhim dhe dedikim 24 orë, pra 24 shtatë, 365 ditë duhet të punojmë, që ta rindërtojmë, ta zhvillojmë dhe jo vetëm që themi kemi bërë punën, por ne sot duhet të punojmë për cilësinë e jetës. Askush nuk fol për cilësinë që është shumë tashmë e rëndësishme, po flasëm për standarde evropiane. Shikoni ata që e frekuentojnë spitalet e Kosovës. Pa e marrë vetëm një detaj, aty nuk ka frym evropian, nuk ka kulturë evropiane, pra po flas vetëm për pranimin, s'po hym për gjëra tjera ma komplekse. Kjo tregon që ka dështu, nuk ka vetëm elita politike që ka dështu. I lutem, prandaj thash edhe intelektualët kanë dështu, sepse duhet të ngritet zëri i arsyes. Pra nuk ka lidhje me një parti politike, duhet të ngritet zëri i arsyes që nëse një person, qoftë ai edhe kryeministri, nëse ka gabim, duhet të thuhet që ka gabim. Pra nuk mund të luajmë në kornizat diplomatike ku problemi po thellohet. Mos po kanë frikë intelektualët nga intimidimi që u bëhet në rrjetet sociale, ç'është kjo tërheqje intelektualëve të cilët janë të pavarur, nuk janë nga asnjë parti politike. Nuk besoj që intimidimi mund të ndikojë, por është një po ka një përgjegjësi morale të njerëzve intelektual. Jemi konformista shumë të mëdhenj dhe nuk lëvizëm nga pika A në pikën B. Zoti Andoni e përmendi shumë mirë në Tiranë që njerëzit janë lodhur me qeverisjen e të dyja partive, por sidomos zotit Rama, që një kohë të gjatë pra nuk ka prodhuar ndonjë cilësi të madhe të jetës apo meritokracisë në Shqipëri, dhe kjo protestë nuk ka vetëm për një çështje, ajo vetëm shkas, për shkakun kryesor. Ishte një shkas. Pra edhe në Kosovë është akumulu kjo problematik, pra mosdalja të qytetarëve është shaja e parë, por tash duhet të lëvizëm te shajat e dyta, të cilat mund të na dërgojnë te protesta për kërkim të jetës më të mirë. Pra por mosdalja në zgjedhje nuk e bën ndryshimin. Absolutisht jo, nuk e ka bën ndryshimin, realisht ka mbetur e njëjtë. Për shkak të dinamikës të shpejtë edhe të vendimarrjes, edhe të zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe rrezikimit të vendeve të punës. Për 3-4 rritje do të kemi probleme këta 3 se si edhe ku do t'i punësojmë nëse nuk përdojmë politika. Prandaj unë përmenda 3 elemente, shëndetësinë, arsimin dhe ekonominë. Nëse këto 3 nuk inkorporohen dhe nuk janë kompatibile me zhvillimet edhe globale që po ndodhin në këto sfera, shoqëria kosovare vetëm në rrugë do ta ketë emigrimin.
Edhe një pyetje të fundit. Në ditët e fundit në numërimin e votave të diasporës, sidomos në ato në për konsulatat e Kosovës, kishte një ngritje të dukshme të lëvizjes vendosje prej nga mund të fitoj 3 deri në 4 deputet. Dhe duket sikur edhe janë entuziazmuar se do të arrijnë të bëjnë vetë institucionet e vendit. E kam fjalën për qeverinë. Por ka pasur zëra në rrjetet sociale, akoma jo zyrtarisht me që zgjedhjet edhe nuk janë certifikuar, se janë manipuluar këto vota. A mund të ketë kontestim të rezultateve? Mund të ketë kontestim. Si mësuar të shohim në Kosovë, por mund të ketë kontestim jo në kuptimin politik, por mund të ketë kërkesë për rinumërim, devijime, po ka kërkesë për rinumërim për votat e diasporës, kanë kërkuar në disa vendvotime, por logjika është sepse kur është bërë ligj realisht votimin në për ambasada po ndoket pak është i tepërt, edhe pse diaspora nuk e bën ndonjë ndryshim shumë të madh. Por ngritja në 3-4 mandate ka shkuar në mbi 80%, kjo nuk është pak. Po, e vërtet, por ndryshimi më i madh vjen nga brenda. Pra në Kosovë vendoset gjithçka. Këtu ka qenë loja e humbur e partive opozitare, sepse thash lobimi duhet të jetë shumë më i fuqishëm, shumë më energjik dhe i përditshëm, për fat keq nuk e kemi. Por si do të qoftë, unë mendoj që duhet, ky është ai debati që ne duhet sa më shpejt që është e mundur, që do duhet edhe në të ardhmen që ta ndryshojmë ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Pra që të jetë më shpejt, më efikas, e kemi Estoninë si shembull. Edhe për këtë duhet marrëveshje. Po asnjë, shikoni, duhet kuvend dhe duhet marrëveshje. U përmendën edhe ndryshimet kushtetuese në Kosovë nuk mund të bëhen pa 2/3 edhe të pakicës serbe. Pra këtë e dinë të gjithë dhe tash është krijuar edhe një standard i ri që lista serbe është listë terroriste dhe këtë duhet ta mbajmë tash. Prandaj fjala publike ka peshë të madhe. Pra kryeministri apo partia në pushtet e kanë thënë që me listën serbe do të ketë më koalicion. Po nëse është terroriste le të veprojnë organet e drejtësisë. Kjo është standardet e dy fishta. Ata marrin paga nga Republika e Kosovës. Absolutisht, dhe të 3 fishta marrin parë nga KQZ-ku vetë vendosja e ka votuar që ata mi marr gati €200,000,000. Po si do të qoftë, kjo është ajo të cilën opozita duhet të jetë shumë aktive, jo vetëm këtë fushë, po më shumë mendoj në dimensionin e sektorit të mirëqenies së jetës, sepse kjo me listën serbe më shumë është çështje sentimentale që është shfrytzu, por ne jemi këtu dhe do t'i shikojmë dhe do t'i presim se çka po ndodh, por parashikimi im është janë lojtarë të njëjtë dhe nuk pres rezultate konkrete. Dhe thjesht për fund, një pyetje me një përgjigje shumë të shkurtër, vetëm ta kemi si opinion. Jeni optimist për një marrëveshje apo pritni zgjedhje përsëri në vjesht? Duke i pa aktorët e njëjtë nuk pres marrëveshje. Do të kemi zgjedhje sërish. Unë besoj që po. Po, kalojmë linjën tek Jahomar Gjeka në Tiranë. Po do ta vijojmë këtu ku e lat ju konkretisht gati e kisha pyetjen për zotin Andoni. Ben vërtet do ishte mirë mos flitej vetëm për numra, por siç duket është do të jemi detyruar në këtë situatë për situatën në Kosovë kam fjalën. Cila do të ishte prognoza juaj për ecurinë e Kosovës në formimin e institucioneve? Në këtë moment që po flasim, ndoshta edhe për shkak të natyrës time pesimiste, unë nuk parashikoj zhvillim të mirë për Kosovën. Në momentin që kemi një forcë politike si vetëvendosja, e cila ka 3 mandate, që erdhi me një besueshmëri të madhe dhe nuk arriti të paktën që të mendonte për institucionet, unë nuk e mendoj më shumë ndryshimin duke parë antropologjinë shqiptare tek individi sesa tek institucionet. Madje tash po mendoj që për hapësirën tonë do kishte më mundësi që një forcë e djathtë e emancipuar të bënte shumë më tepër për të dyja vendet tona. Në këtë sens nuk jam optimist për diçka, sepse edhe me këtë situatë ekonomike ku është Kosova, Zoti Kurti nuk arriti të mendonte që të paktën kur kishte përballë sanksionet të mundej t'i lehtësonte ose të paktën të rinte sa më larg atyre. Kur shikoj pastaj stagnimin ekonomik dhe sidomos inflacionin në Kosovë dhe inflacionin në Shqipëri është i paimagjinueshëm, sidomos po t'ju them tani mënyrën se si po nënçmohet euro në ekonomitë moderne, sa më shumë nënçmohet valuta, aq më shumë probleme ka për ekonominë e vendit. Dhe ne thjesht
për të zbutur borxhin e brendshëm, kemi nënvlerësuar lekët, valutën e muaj. Në këtë sens, kur shikoj këto forca politike që nuk mendojnë të paktën për institucionin, por mendojnë për mbarvajtjen e tyre politike, prognoza ime personalisht është e hidhur. Më bën çudi edhe diçka tjetër. Është e pamundur që individi, sidomos në vitin 2026, pa çka se tani rastet janë me bollëk, të mendoj të kapi shtetin. Dhe qoftë zoti Kurti, qoftë zoti Rama, duan të identifikohen me vendet përkatëse. Dhe kjo është nga gjërat më të trishta. Një njeri i cili arrin në këto pozicione, dhe ti kur kujton historinë e Europës, ke pas personalitetet e jashtëzakonshëm. Pas një nga ta nuk është personalizuar me vendin e vet. Për shembull, vetëm të kujtosh Konrad Adenauerin, të kujtosh Schumann. Ata janë përfaqësues të Europës, nuk janë përfaqësues të vendeve të tyre. Ndërsa ti po folën Shqipëri për diçka, me njerë do identifikosh me zotin Rama. Po folë diçka në Kosovë, do identifikosh pa tjetër me zotin Kurti. Dhe tjetër, pse nuk jam optimist, sepse qoftë transparenca, qoftë llogaridhënia, kur shikon tek zoti Kurti, janë gati veti të cilat janë jo idilike, po janë gati të paprekshme për ta. Po nuk dua të marr kohën kolegut të Maqedonisë. Po si shpjegohet atë që ai votohet atë 2-3 herë që votohet me shumica. Tha diçka zoti Arifi, unë ndajem vetëm në një element. Zoti Arifi në këtë aspekt Kosova duhet përgëzuar në trendin e po flas për diçka të bërit të testimit të politik tek elektorati i tyre. Bëhet edhe në diktatura bëhen sjellje. Po ju them diçka, zoti Arifi thotë diçka. Bën. Po bëhen pra tash më lër. Sigurisht që bëhen. Tha diçka zoti Arifi për zhvillimin me triad, arsim, shëndetësi dhe elementin tjetër dhe ekonominë. Me qa shikoj vendet si ne, ka nevojë për arsim. Shqipëria dhe Kosova duhet të arsimohen, vetëm duke u arsimuar do shumë drejtë, më lejo, ndjes. Me këtë do ta bëj qeverinë kryeministri në detyrë aktualisht Albin Kurti. Apo me vetveten dhe me ato me ato që ishe më përpara. Do flas shumë shkurt. Patjetër që po bëhen tentativat me LDK-n, në qoftë se LDK-ja nuk e bën, në qoftë se do përsëriten zgjedhjet e tjera, LDK-ja gati shkërmoqet fare. Sepse tani mori dhe impulsin e jashtëm me zonjën Osmani dhe rezultati ishte vetëm pak më i madh. E kuptonin nëse përsëriten zgjedhje prap, zotit Abdigjiku i duhet që ta lërja atë post përveç gjërave tjera. Prandaj unë po them që nga LDK-ja do ketë lëshimet më të mëdha dhe vetë Ventosja besoj që do arrit ta bëj të gjithë skemën, do arrit ta bëj me njëkohësisht nëse e mbyll marrëveshje me LDK-n, mbyllet e marrëveshja e presidentit. Po, prandaj, për këtë po ju them. Pikërisht, okay. Faleminderit shumë Benandoni për kontributin sot në Pak Kufi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. E falenderojmë edhe një herë zotin Benandoni për kontributin e tij sot në emisionin Pak Kufi dhe kalojmë me minutat e fundit në studion e Radio Shkupit. Mehmet Ali. Po, mirë vete faleminderit nga një analizë shkuam në prognozë profesor, jemi minutat e fundit. Çfarë prognozoni ju? Patjetër, unë nuk dua të paralelisht ajo triada ekonomi, shëndetësi, parashikoj i thanë dy parafolësit në Prishtinë dhe në Tiranë. Unë do të them atë që do dukem ndoshta teorik, por më shumë jam praktik dhe pragmatik në këtë gjë, sepse dalja nga ngërçi unë do të thosha kërkon kompromis politik. Dhe për këtë unë do të propozoja, mbasi edhe janë evident gjithkund në botë edhe në Kosovë, disa skenar, do të thosha, koalicioni zgjeruar i udhëhequr nga vetëvendosje. Ky është skenari më i natyrshëm, do të thosha, matematikisht, por kërkon lëshime të ndërsjellta, do të thënë lëshime me partitë opozitare, do të thotë partia kryesore në këtë rast, dhe me ata që janë përfaqësues të komuniteteve jo shumis, duke përjashtuar në çdo situatë listën serbe, e cila është një listë
terroriste për Kosovën, këtë dëshmojnë edhe këtë duhet shfrytzuar dhe tashi omton me këtë që bën instancat më të larta evropiane duke kërkuar dhe duke e qortuar Serbinë për mosmarrjen e masave dhe mos ndëshkimin dhe mos penalizimin në rastin Banjska. Qeveritë teknike, nëse partit pra si një opsion tjetër nuk arrin marrëveshje për një koalicion të plot, pra mund të krijohet një qeveri me mandat kufizuar, me vetëm qëllim pra për të miratuar reformat që janë tepër imediate, do të thosha prioritare, për të zhbllokuar fondet ndërkombëtare dhe për të përgatitur zgjedhjet për presidentin. Ajo që mendoj se një skenar duhet të jetë dhe ky është po ashtu, po aq i domosdoshëm dhe i rëndësishëm në këtë ekosistem që duhet krijuar është kriza e përsëritur, e treguar pra po nxjerr kokë duke treguar se sistemi politik i Kosovës vuan nga një polarizim tepër i lartë, do të thosha, dhe mungesa e kompromisit. Pra, për zgjedhjen e presidentit kërkohet shumicë e cilësuar, prandaj asnjë parti që nuk po arrin ta imponoje vetë me zgjedhjen, prandaj këtu duhet të blej po ashtu ky kompromis. Skenari më i keq i mundur sipas meje do të ishte shkuarja në zgjedhje të reja, pra nëse negociata do të thosha bisedimet çfarëdo që ti quajmë ato, do të dështojnë atëherë Kosova mund të shkojë sërish në zgjedhjet parakohshme. Përvoja e krejt kësaj që ka ndodhur deri më tani dhe kjo e kohës fundit veçmas tregon se zgjedhjet e përsëritura përsëri nuk e zgjidhin domosdoshmërisht problemin dhe vetëm sa rrisi e çojnë edhe tejat që e thash në fillim, lodhjen e qytetarëve dhe vonojnë reformat. Prandaj në fundit kjo po tregon se zgjidhja nuk varet më nga rezultati zgjedhor, këtu pajtohem me Andonin, por nga gatishmëria e këtyre liderëve politik, e kësaj kaste politike për të kaluar nga logjika e fushatës në logjikën e kompromisit. Pra Kosova ka nevojë për institucione funksionale dhe kjo është mbase e nevojshme të ndodhë në këto moment derisa ne po flasim. Ata duhet veç të ofrojnë një zgjidhje ose një pako zgjidhjesh dhe jo për një cikël do të thosha pa fund zgjedhjesh. Bashkimi Evropian dhe çdo instancë tjetër do të thosha ka bërë qartë se përparimi drejt integrimit varet në rënd parë nga stabiliteti institucional. Pra kjo do të ishte ajo një përmbledhje dhe aftësia për ndërtu pra konsensusin dhe kjo pa qetër ta bëj një pyetje profesor sërish filozofike sepse Albin Kurti politikan apo burgshtetas, domethënë mendon për politikën ditore për nesër apo duhet mendoj edhe për 10 vjet të ardhshme, sepse ka fituar, njeriu është 6 vjet duke qeverisur, duke fituar një pas një zgjedhjet, është politikan apo është burgshtetas? Që fitoria të reflektoj në atë për çfarë ka bërë sovrani duhet të përkthehet në zgjidhje. Paktën kështu duhet të lexohet. Dhe kjo i bën burrat e mëdhenj edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe të shqiptarisë. Nuk ka burrimat pa një kompromis të madh. Ky është problemi. Çdo gjë e madhe bëhet me punë e madhe, të shohim, mirë. Po me medalje. Atëherë falenderojmë shumë edhe profesorin Bajrami dhe duke shpresuar pak e duke uruar shumë që klasa politike në Kosovë të gjejë një zgjidhje dhe të mos na dërgojë edhe një herë në zgjedhje të parakohshme, të panevojshme, por të krijojë institucionet dhe të filloj me zhvillime në esin përpara të shtetit ton, po e mbyllim këtë emision dhe po falenderojmë po ashtu edhe një herë mysafirët tanë, profesorin Dritur Arifi në studion e Radio Kosovës, analistin Ben Andoni në studion e Radio Tiranës, profesorin Demush Bajrami në studion e Radio Shkupit dhe analistin Ismet Kallaba në studion e Malit të Zi. Edhe kolegët e me, Jaumar Gjeka, Mehmet Yusuf e Senat Gilaj. Të nderuar dëgjues, deri javën tjetër, miru dëgjofshim. Përshëndetje nga Tirana, miru dëgjofshim.